Burnley ka barazuar me rezultatin 1-1 në udhëtim ndaj Bournemouth në kuadër të javës së 17 të Premier Ligës. Skuadra e drejtuar nga Scott Parker po kalon në një krizë të madhe të rezultateve këtë sezon dhe ja dolën të evitojnë humbjen krejt në fundin e ndeshjes. Autori i golit për Burnley në këtë sfidë ishte Armando Broja, i cili pas u fut në lojë në minutën e 65, ja doli të realizojë në minutën e 90 për rezultatin përfundimtar 1-1. Për Brojën ky ishte goli i tij i parë këtë edicion në kampionatin anglez, teksa ka 11 ndeshje të luajtura deri më tani me Burnley. Pavarësisht se për Brojën ky gol mund të jetë një sinjal pozitiv për vazhdimsinë e kampionatit, për skuadrën e tij kjo ishte ndeshja 8 radhazi pa fitore. Burnley aktualisht pozicionohet në vendin e parafundit në tabelë me 11 pikë të grumbulluara, ndërsa javën e ardhshme do të luajë në fushën e Evertonit.